Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse e keni këtë bimë në shtëpi, jeni njeriu më me fat në botë. Gjethet e mentes konsiderohen si një barishte aromatike për pije të caktuara ose për qetësimin e stomakut. Në të vërtetë, gjethet e mentes ofrojnë një pasuri të madhe vlerash minerale, vitamina dhe përfitime shëndetësore të cilat shkojnë përtej qetësimit të stomakut. Përmirësimi i shëndetit të sistemit tretës. Mendja ka aftësi qetësuese për stomakun, falë përmbajtjes së mentolit i cili qetëson muskujt në këtë sistem. Mendja është veçanërisht e mirë për njerëzit të cilët vuajnë nga sindroma e zorrës së irrituar. Ky problem manifestohet njëkohësisht me dhimbje abdominale, konstipacion, diare të përzierë, fryrje dhe kontraktime. Kundër të ftohurës, mentoli është përbërës i shumë medikamenteve kundër të ftohurës. Ai besohet që të ketë aftësinë që të zhbllokojë rrugët e frymëmarrjes gjatë të ftohurës dhe njëkohësisht të përmirësojë frymëmarrjen në përgjithësi. Higjiena e gojës. Gjethet e mentes largojnë erën e keqe të gojës, por edhe mikrobet dhe bakteret të cilat gjenden aty. Ju mund të përtypni disa gjethe ose mund të pini çaj menteje dhe nenexhiku për të përmirësuar higjienën tuaj dentare. Funksionet e trurit. Studimet gjithashtu shpjegojnë se aroma e mentes mund të përmirësojë fuqinë e trurit dhe aftësinë e tij. Kjo aromë që vërehet tek mentja dhe nenexhiku apo barishtet e tjera të njëjtës familje përmirësojnë kujtesën dhe vëmendjen. Këto janë përfitimet shëndetësore që ju do të merrni nga çaji i mentes. Çaji i mentes nuk njihet vetëm për vetitë e tij qetësuese, por edhe për një sër vlerash nga organizmi. Në këtë video ju do të mësoni disa nga recetat më të mira dhe vetitë më të mira që ju do të përfitoni nga gjetja e mentes. Ndihmon me tretjen. Gjethet e mentes janë të pasura me antioksidantë dhe njëkohësisht fito-ushqyes të cilët do t'i vinë në ndihmë stomakut dhe do të përmirësojnë tretjen. Por efektin më të madh e ka vaji i mentes, i cili njëkohësisht është më i përqendruar sesa çaji. Disa prova kanë treguar se edhe vaji mund të ofrojë lehtësim për pacientët me sindromën e zorrës së irrituar. Në këtë rast, nëse po mendoni të përdorni vaj ose çaj menteje për të trajtuar ndonjë problem shëndetësor, drejtohuni fillimisht tek mjeku juaj për të garantuar nëse është i përshtatshëm për ju. Freskon natyralisht gojën. I famshëm për shkak të aromës dhe shijes së tij të pastër dhe të mrekullueshme, çaji i mentes mund të ndihmojë në eliminimin e erës së keqe në gojë. Ai ka gjithashtu veti antibakteriale të cilat njëkohësisht mund të ndihmojnë edhe në eliminimin e mikrobeve të cilat njëkohësisht do të shkaktojnë sëmundjen e pllakave dhe mishit të dhëmbëve. Nuk përmban kafeinë, ndërkohë që shumë njerëz e konsumojnë këtë lloj çaji pasi e pëlqejnë shijen e tij. Shumë mendojnë se është një mundësi e jashtëzakonshme për të zëvendësuar pijet me kafeinë. Mbajtja larg e kafeinës, veçanërisht në mbrëmje, gjithashtu mund të ndihmojë me problemet tuaja me gjumin ose me tensionin. Ndërkohë, nga ana tjetër, stimulon mendjen. Aroma e çajit të mentes gjithashtu stimulon trurin tuaj, duke ju bërë ju më vigjilent. Një qasje krejtësisht e këndshme për të rritur përqendrimin tuaj. Ka veti antibakteriale dhe antivirale. Çaji me mente mendohet se ka veti kritike, antivirale dhe antibakteriale, duke ndihmuar kështu imunitetin e trupit tuaj. Lehtëson dhimbjet e kokës.
Mentoli mund të jetë një zgjidhje e thjeshtë dhe tërheqëse për të trajtuar dhimbjet e kokës. Gjithashtu ju mund të provoni të aplikoni vajin esencial të mentes në zonët e tëmthit dhe të vetullave në rast se keni dhimbje koke. Pastron gjithashtu sinuset. Mentoli mund të ndihmojë në luftimin e problemeve të sinuseve. Ndërsa ju konsumoni çaj me mente, siguroni që të thithni edhe avullin që lëshon çaj i nxehtë. Mentja është një bimë e cila njihet që nga antikiteti për të mirat e shumë anshme që i ofron shëndetit tonë. Sa i përket familjes labiate të llojit menta, është edhe në forma të ndryshme. Ajo përmban ujë, fibra, proteina dhe njëkohësisht shumë minerale si kalcium, kalium, magnez, fosfor dhe natrium, vitamina të grupit A, B, C dhe D dhe aminoacide. Ndër të tjera nga esenca e vajit të mentës përftohet edhe mentoli, një lloj alkooli që i duhet pjesës më të madhe të produkteve farmaceutike. Për më tepër ju themi se mentja është pastruese. Mentja është shumë e dobishme, sidomos në rastet e erës së keqe të gojës. Duke bërë gargar me lëngun e përftuar nga 5 mg gjethe mente me 100 ml ujë, ky problem mund të marrë fund menjëherë. Ka veprim aromatik. Mentja përdoret gjithashtu edhe në kuzhinë, fal veprimit të saj aromatik dhe shpesh gjendet në pjatat e kuzhinës italiane, por ajo përdoret edhe për prodhimin e pijeve, likereve dhe produkteve të ëmbla. Veprim çlirues. Është e pakontestueshme që mentja dhe esenca e vajit të saj ka një veprim çlirues, që do të thotë që qetëson muskulin unazor ezofageal, duke reduktuar kështu volumin e gazrave në zor. Është kozmetike. Në kozmetik, mentja ka një veprim rifreskues, tonik dhe njëkohësisht pastrues. Sipas ekspertëve, këto janë edhe disa nga arsyet pse ajo futet tek shampoja, detergjentët e ndryshëm dhe gjithashtu tek kremrat e ndryshëm për trupin. Duke aplikuar në lëkurë, ajo krijon një ndjesi freskie dhe anestezie lokale. Veprim lëngues dhe balsamik. Mentja ka një veprim freskues, çlirues për hundët, gjithashtu ajo lëngëzon sekrecionet e aparatit respiratore të tjerë. Në mjekësinë kineze, mentja përdoret gjithashtu kundër ftohjes, temperaturës dhe njëkohësisht kundër kollës. Veprim shpërbërës. Disa studime kanë treguar se mentja ka një aftësi të mundshme për të shpërbërë gurët në tëmbë, por për momentin studimet janë ende të pakta për të demonstruar më saktë këtë veprim të mundshëm të saj në organizëm. Ndërkohë, sipas ekspertëve, ajo ka veprim antiseptik. Mentja ka shumë veti të mira antiseptike, antiparazitare dhe germicide, duke vepruar gjithnjë në mënyrë të veçantë në nivelin gastrointestinal. Ky veprim i saj antiseptik dhe antigripal duket se vjen nga përmbajtja e polifenolit në të. Analgjetik. Studime të ndryshme të bëra si nga studiuesit gjerman, ashtu edhe nga ata të huaj, kanë zbuluar se ekstrakti i mentës është një ilaç i rëndësishëm kundër dhimbjes së kokës dhe migrenës. Mos nguroni ta provoni. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!